Habia më e madhe në këtë vend, që kur jam kthyer nga studimet e mia në Rom, është se nuk më habit më asgjë. Nuk pas kanë të sosur çudirat e vulosura në mënyrë trashanike e qesharake nga lider pengmbajtës, që firmat e vulat i lëshojnë si lopa bajgën, pa menduar për pasojat. Një lajm i hedhur si shashk në një portal lokal lajmesh se ish kryetari i grupit të koalicionit Bashk Fitojmë në Këshillin Bashkiak Elbasan, pas ka qenë zëvendësuar nga një këshilltare e grupit të Partisë Demokratike, zonja Bianca Çopja, aso kohë e Lulzim Bashës, në drejtim të opozitës, të binë se tashmë në PD e vetmja gjë që mungon është demokracia dhe lishmëria. Ky vendim është marrë në mënyrë arbitrare nga Flamur Noka, me një urdhër të keq shkruar, u citohen neni 33 i ligjit 139 fraksion 2015, përveç qeverisjen vendore, që flet për administrimin e shërbimeve publike të qarkut dhe jo për këshillat bashkiak, dhe neni 48 i statutit të PD-s për kompetencat e kryesisë, të cilat kufizojnë në miratimin e listave të këshillave bashkiak para zgjedhjeve dhe jo pasi janë mandatuar. Kuptohet që shkeljet e statutit të PD-s janë bërë praktike këtij individi dhe lëpirësve të tij, sa herë që bie ndesh me interesat e tyre personale, por statuti një partie kurrësi nuk mund të dominojë forcën e autonomisë vendimarrëse, të ligjeve dhe rregulloreve të institucioneve vendore, siç janë bashkitë dhe këshillat bashkiak. Neni 22.6 e rregullores së Këshillit Bashkiak dhe më pas nenet 23 dhe 24 të mbështetura në ligjin 139 fraksion 2015 dhe kushtetut, përcaktojnë qartë se një këshilltar i një grupi tjetër partijak duhet të jap dorëheqjen me shkrim dhe të pres miratimin për tyr në një grup tjetër, jo pa kaluar periudha e 6 mujore dhe pa miratimin me vot nga këshilltarët e grupit ku aspiron të aderojë. Këshilltarët e grupit të Lulzim Bashës ende sot vjojnë zyrtarisht të qëndrojnë në grupin e tyre. Bashkimi me koalicionin Bashk Fitojmë dhe me PD-n e Berishës sot bëhet në tavolina kafeneje për të maksimizuar pazaret me parti në pushtet, por asnjë shenjë zyrtare e bashkimit real me dokumentacion nuk i është drejtuar kryetarit të Këshillit Bashkiak. Është e turpshme se si nga ky proces përjashtojnë nga vendimarrja edhe këshilltarët e Partisë së Lirisë, falë së cilës hymë në zgjedhje me kandidat në 2023, pasi ishin pa vule logo. Në fakt, Flamur Noka harron që në këtë sens humbet edhe legitimitetin për të marrë vendime. Zoti Noka, nëse vërtet ajo vul të bën të ndihesh i fuqishëm, sot që kemi vule logo, për marrjen e të cilave kam denjur një vit poshtë shtëpisë së liderit Berisha dhe 4 vite protestash, ndërkohë që kjo zonja nuk e pranonte Berishën si kryetar dhe votonte Gledian Llatën, la kishte përdorur për dalë me përfaqësues të PD-s në 5 bashkit, që fali para një jave, këtu qëndronte tagri yt dhe pinte ujë vule jote. Ky është një precedent i rrezikshëm që minon demokracinë funksionale dhe autonominë e institucioneve vendore, ku individ kapriçoze e pazarxhinj tentojnë të prekin edhe ato qeliza ku bëhet lufta ballore me pushtetin, siç janë këshillat bashkiak. Shpejt do ta kuptosh o Penelopa e demokratëve, që turditën e shturnatën shpresat e tyre, që ligji nuk shkelet dhe se akoma ka njerëz që kauzave të lishmërisë u shkojnë deri në fund. Kjo, jo se kanë pushtet absolut, por se kanë moral, integritet, profesionalizëm dhe të drejtën udhërrëfyese, një këshill miqësore. Në vazhdimsi, kur firmos shkresa, kujdesu të jenë formuluar nga juristë të mirëfjellt, jo bufoni naçor që edhin gurin dhe fshehin dorën.